Në vendin e punës dalën siç e do orari, por punë nuk bën. Mbi 300 minatorë të ndërmarrjes Trepça protestuan të hënën për të kërkuar, siç thonë, shfuqizimin e vendimit që u mor 1 muaj më parë, që shtesat e rrezikshmërisë të mos llogaritën në pagën bazë. Sipas tyre, menaxhmenti me këtë vendim i uli pagat për 180 euro. Kjo është hajni, korrupsion, çaj janë këta të nabo. Me vetë dëshirë janë të kthyer burr me nol këto prodhimin. Pretendimin e minatorëve ka mohuar kryeshefi i Trepçës Faton Ahmeti. Sipas tij, shtesat e rrezikshmërisë do të paguhen vetëm kur minatorët do të jenë në punë. Pushim vjetor nuk ju takon rrezikshmëria. Pushim mjekësor nuk ju takon rrezikshmëria. Vetëm çdo raste nuk ju takon rrezikshmëria. Momentin që ata janë punë, janë prezent në punë, atyneve i takon rrezikshmëria. Megjithatë, minatorët do të vazhdojnë me proteste greva deri në një vendim tjetër. Kemi lyp pikat tona tjetër, jo ma shumë, as kemi lyp rritjet pagës, as kurgjesh. A kemi vazhdu kjo greve juja? Ma mërmenja po. Por nëse ky vendim nuk respektohet, kryeshefi i Trepçës thotë se do të ketë masa ndëshkuese. Na jena të obliguar, sidomos jo me ditjet, mos mu qit për ato ditë që nuk punohet. Pastaj, nëse shkon gjatë kjo, nëse shkon ma shumë se që 3 ditë, mundet me qenë shkelje rane detyrave të punës, që me pas besoj edhe pasoja për me humbë vendin e punës krejt. Po ashtu Ahmeti thotë se qeveria nuk do të subvencionojë Trepçën për paga, kësaj ai kërkon nga minatorët të punojnë në mënyrë që të gjenerojnë të hyra.